A meriton Ernest Muçi të ketë më shumë minuta në ekipin kombëtar? Patjetër që po. Këto tashmë e di i madh dhe i vogël, por sjellja e Silvinjos në ndeshjet të fundit la një shije të keqe në opinionin sportiv. Këtu po flasim për një prodhim të kampionatit shqiptar i cili me talentin e tij u transferua në Poloni dhe më pas e bleu Beşiktashi për 10 milion euro. Patjetër që mund të thotë dikush që Muçi nuk po shkëlqen në Turqi dhe forma e tij është e dobët. Mendoj se gabohet. Thjesht mund të hyni dhe të shihni statistikat, 7 gola dhe 3 asist në 33 ndeshje me Beşiktashin. Nëse do t'i krahasonim direkt me lojtarët që ai ka si konkurrent në kombëtare, Nedin Bajramin dhe Arbër Hoxhën, me gjithë respektin, por ka dhënë performancë më të mirë me klubin e tij, pavarësisht se ndeshjet e kombëtares janë specifike. Kjo e mbështetur me koeficientin e vështirësisë që ka kampionati turk, i cili është i renditur më lart se sa ai skocez apo ai kroat. Pra, nëse Silvinjo flet për meritokraci dhe Muçi i mbetur jashtë duhet të marrë vendin e atij në pakinë dhe më pas atij që luan, mendoj se 2 ndeshjet e fundit në kualifikuesit e botrorit të nxorën bllok trenerin ton, sepse në Angli Bajrami ishte inekzistent dhe me Andorën Hoxha nuk las një shenjë në fushë. Por nëse në rastin e Muçit mbetet problem një çështje tjetër ku marrin pjesë edhe agent lojtarësh, atëherë të paktën Silvinjo duhet të gjejë një justifikim tjetër dhe të driblojë më bukur dhe jo të flasë për meritokracinë, sepse nëse hym aty nga ardhja e Silvinjos në kryet e kombëtares shqiptare, lojtarët e menaxhuar nga agjencia Faliera Madanit që ka dhe menaxhime dhe vetë trajnerin, i arshtuar si gërpudha dhe kjo pastaj hap një çështje tjetër dhe një pyetje që shtrohet. A ka ndikim të drejtë për drejtë Faliera Madanit e Silvinjo për lojtarët që duhet të përfshihen në listë?